Në qoftë se e lexon me vëmendje dhe analizon non-paperin e BDI-s që e ka adresuar kryesisht tek faktorit ndërkombëtar, vërejmë se pas 25 vitesh tani më jemi në prag të arritjes së marrëveshjes së orit përpara 25 vitesh dhe në vend që të kemi një lloj stabiliteti, një lloj mirëkuptimi për bashkëjetesë, kemi degradim, një tendencë jashtëzakonshme për ta zhbërë marrëveshjen e orit. Dhe ai është një dokument i cili për shqiptarët padyshim konsiderohet dhe si i tillë, është i shenjtë sepse është gjaku i derdhur i dëshmorëve në atë dokument, por gjithashtu janë edhe 3 firmat e faktorit relevant të asaj kohe, si që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Bashkimi Evropian, të cilët në këtë kohë, në këtë situatë, kur ato janë të fokusuar tek problemet e mëdha që lidhen me atë çfarë quhen politikën globale, me problemet në vendet të ndryshme si Ukraina e lindja e mesme, këtë lloj vakumi me sa duket, ajo çfarë ne quhem interesi i politikës së botës serbe dhe ruse po shfrytëzohet, dhe kjo po shfrytëzohet jo për merit të atyre sa për një lloj fajësie nga ana jonë, që nuk jemi të unifikuar, dhe këtë lloj përçarje që ato kanë arritur në lloj komoditeti tani po realizojnë ato qëllimet e veta të cilat i kanë proklamuar disa herë, sidomos në fushatat zgjedhore, dhe ato parlamentare dhe këto lokale, kryeministri Mickoski. Dhe çfarë dua të them, nganjëherë kur i hedh një vështrim situatës në rajon, sepse janë zinxhir efektet, nuk mund të izolohen vetëm problemin e Maqedonisë së Veriut, kemi ndërlidhje dhe me pjesë tjera të ish Jugosllavisë, ajo që jemi mësuar që ta ndëgjojmë se në çdo lloj konflikti nuk kemi marrëveshje të keqe. Sikur nganjëherë të por vendime absolutisht të cilat i takojnë për të mbrojtur atë çfarë ne kemi arritur. Dhe në qoftë se edhe nga ky non-paper nuk do të kemi reflektim, qoftë nga faktori ndërkombëtar, apo qoftë edhe nga veshi i shurdhër deri sot i qeverisë VMRO dhe PMN-s, unë mendoj se shqiptarët dhe veçanërisht BDI si forcë më madhore do të duhet të mendojmë për të artikuluar qëndrime tjera dhe për të kaluar ndoshta me kërkesa edhe për te marrëveshjes së orit në kuptim të formave të cilat i njohim dhe që janë edhe në Bashkimin Evropian, të autonomive të ndryshme, të federalizimeve dhe të ngjashme të kësaj natyre që mos lejmë të degradohem në atë çfarë ne ishim në situatat e viteve 90, sepse riciklon vetëm konflikte dhe përplasje.